Gjithë krahasojnë dhe edhe dikush mund të në 12 vjet mund ishte bërë shumë më shumë. Mund të ishte bërë shumë më shumë, mund të ishte bërë shumë më pak nëse dikush do vazhdonte të rrinte dhe të bënte atë që bëri për një periudhë gjatë. Janë këto 12 vjet që kanë krijuar diferencën midis asaj që ofrohet publikut dhe shërbimeve që jepen qytetarëve të Republikës së Shqipërisë dhe asaj që ne të gjithë bashku ofrojmë dhe japim çdo ditë. Zoti Ministër, duke qenë se detyra juaj patyshëm është të merrni edhe me diasporën, po ju pyes pak tashmë në aspektin politik. Votet e diasporës, sa e sigurt është Partia Socialiste që një pjesë e saj vote do të jetë për të? Diaspora është unë e kam personalisht vështirë t'i quaj shqiptarët që nuk jetojnë në Shqipëri t'i quaj diasporë, për mua është një term pak distant. Shqiptarët cilët rezidojnë jashtë Republikës Shqipërisë janë shqiptarë që syt i kanë këtej, mendjen e kanë këtej, familjet i kanë këtej, gjitha paratë që fitojnë përpiqen t'i kthejnë këtu dhe ndrojnë çdo ditë që të vinë jo vetëm me pushime, por edhe të investojnë në Shqipëri. Dhe janë ata që neve na motivojnë gjithnjë më shumë për të parë diferencën sa herë ata kthehen, shohin, kritikojnë dhe na bëjnë të mundur ti perceptojmë gjërat më mirë. Unë thonë që i keni patronazhuar edhe ata. Thonë. Asnjë qytetar i Republikës së Shqipërisë nuk merret dot për hunde edhe ti imponohen mendime të cilat nuk i ka. Shqiptarët janë aq të zgjuar dhe aq të aftë që ta bëjnë diferencën dhe të kuptojnë se kush është forca e ndryshimit dhe sa qartë duhet të jenë ata për të mbështetur forcën e ndryshimit. Zoti Ministër, duhet ndalem pak tek fushata parë. Ç'po duket? Fushata parë si kandidat. Si kandidat, patjetër, pra si kandidat. Është interesante. Jeni komod që jeni në listë mbyllur? Nuk është çështje e pjesës komode, por mua është e rëndësishme që të takoj njerëzit, t'i shoh sy, t'i dëgjoj, të kuptoj realitetet që ndoshta nganjëherë duke jetuar në një ambient të mbushur me mbledhje, me takime, me konferenca dhe seminare, fillojmë dhe krijojmë një distancë e cila mua s'pëlqen. Ajo që më intereson edhe jam plotësisht i bindur është që duke dëgjuar njerëzit, duke përpjekur për të kthyer përgjigje për ato që po ndodhin, krijojmë një raport sa më të mirë me ata që na votojnë, me ata që paguajnë taksat, me ata që kontribuojnë çdo ditë për të mirën e kësaj Shqipërie europiane për cilën ne votojmë. Shqipëria europiane është e atyre votuesve, nuk është e zyrave dhe sallonave. Duke qenë se ju, mos gaboj, keni një zonë Tiranës së vjetër, një sintet apo jo? Çfarë problemesh kanë qytetarët që ju takojnë? Çfarë ju thonë? Uji padyshim është një nga problemet, se kemi 12 vjet që dëgjojmë ujin, prapë nuk është zgjidhur. Tani e di që ndoshta janë probleme minore për ministrin e jashtëm, por për sa kohë jeni në këtë garë duhet t'ju pyes. Jo, nuk mendoj që asnjë nga problemet që qytetarët për cilën jo, flas për staturin e ministrit të jashtëm, jo, unë jam një qytetar i Tiranës, edhe unë jam ngritur një sintet, kam kaluar një pjesë të jetësime në një sintet, janë njerëz cilët i takoj dhe i takoj me kënaqësi të madhe. Ajo që unë shoh është një sintet e transformuar, e ndryshuar nga ajo që unë mbaja mend kohën parë. Kam pasur zona në një sintet, të cilat mund të krahasoheshin me qytetet më të prapambetura të planetit dhe sot janë zona të mira rezidenciale ku njerëzit investimin e tyre e kanë shumë fishuar, u është rritur vlera e pronës, u është rritur mundësia për të përfituar më shumë nga ajo sakrifici ata kanë bërë. Normalisht që kemi nevojë për shërbime, për më shumë shërbime dhe hajde që këtë ushtrim ne ta vazhdojmë, edhe të vazhdojmë të ofrojmë shërbime qytetarëve të Tiranës edhe qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Zona Njësia 8 është shumë ngjyrshë, fillon nga Pazaria dhe zbret poshtë deri tek Bregu i Lumit. Problemet janë të shumta, por nga ana tjetër edhe zgjidhjet janë evidente. Bashkia e Tiranës ka bërë punë të jashtëzakonshme dhe vazhdon të ofrojë punë, mundësi edhe angazhim 24 orësh, edhe pse ditët e fushatës mund të numërohen, angazhimi ndaj njerëzve nuk mbaron. Pavarësisht asaj çfarë ndodhet me kryetarin nuk ka ndikim në teren. Absolutisht, sepse kjo është diferenca. Diferenca është në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve që është gjë e më rëndësishme e gjithsej qeverie, e gjithsej administrate, e gjithsej përpjekje që ne po bëjmë. Zoti Hasani, duke parë ndarjen listë e hapur, listë e mbyllur, është krijuar shumë ide ose paktën edhe mesazhi që ju është dërguar dhe është bërë publik paktën nga ne mediat,
nga ana e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama për kandidatën listë hapur është thënë që mos bëjmë fushat personale.